të pjesë shtesë e shfrytëzimit të kapacitetit që kanë në lojtarët, dhe pjesa e motivimit që mund të bëhet edhe me mjete financiare, po mundet me qenë edhe lindun. Kjo e lindun, motivi i lindun është më i fuqishëm, kjo është ku shkruhet historia, lavdia, edhe unë mendoj se Kosova e ka këte. Nuk ka premi, nuk ka shpërblim financiar, material, me para që po përmendet, nuk ka shpërblim më të madh se kualifikimi. Kjo është motivi, mendoj, dominus tek futbollistët tanë, të cilët janë të vetëdijshëm për këtë takim. Biles mendoj që këtë motiv duhet me kontrollu, mos me qenë i tepër, se nga njerë kur motivi Euforia mund ndikoj? Kalon në eufori, dhe jam i sigur që trajneri ka punu në këtë drejtim këto 2 ditë, 3 ditë sa e ka pas, dhe jam i sigur që ekipi po kontrollohet, dhe ky ekip është pjek, ky ekip është ndërtu hap pas hapi me ndeshjet e fuqishme në grup që e ka zhvillu, duke filluar nga Zvicra, e deri te ndeshja e fundit me Bratislavën, kemi 2 fitore me Suedin, e dini, kemi fitoren me Slovenin si musafir, ndoshta ndeshja më e dobët është rezultati baraz me Slovenin në Prishtinë, por sido që tjetë vendi dytë është ka mundësu një garë në barazh. Kjo ndeshja me Bratislavën ka tregu vetëm karakterin e ekipit ton, i cili është ndërtu, i cili është forcu, edhe dëshmia më e mirë është sepse nga disavantazhi, në 2 raste, te rezultati 1-0, edhe te rezultati 2-1, Kosova arrin që të kalon te 1-1, 2-2 me barazu, 3-2 edhe 4-2. Tash kjo tregon forcën e ekipit, po kjo tregon edhe disa dobësi tjera. Do më thonë, nëse duhet me analizu, e do e mos duhet me analizu. Do të analizojmë pikërisht. Edhe ndeshje dhe çfarë duhet ndryshoj Kosova nesër. Pikërisht. Na mundemi me parashiku, por po mendoj që 3 golat psuar në Bratislav janë shumë, edhe pjesa 10 minutë që i fundit në Bratislav nuk duhet mu përsërit me Turqinë. Unë po them që pas rezultatit 1-0, barazimi 1-1, pastaj 2-1, pra barazimi 2-2, mandej 3-2, 4-2, tregon forcën, karakterin e ekipit.